Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Shtyhet për në orën 14 seanca për zgjedhjen e presidentit Kosovës. Ndonse ishte lajmëruar për në orën 10, kryetaria e Kuvendit vendosi për ndryshimin e orës. Nuk munguan dhe thirrje ndaj opozitës për pjesëmarrje. Albulena Axhiu vizoi se në seancë duhet të jenë të pranishëm 2/3 e deputetëve. Prandaj ftoi opozitën sërish që të vinë në këtë seancë të jashtëzakonshme të cilën e kemi nisur dje. Dhe për t'i dhënë mundësinë atyre që të jenë të pranishëm në këtë seancë, edhe pas të gjitha këtyre leximeve që i bëra bazuar në gjykimet e gjykatës kushtetuese, opinionet e Komisionit të Venecias dhe raportet e Asamblesë së Këshillit të Evropës, po e vazhdojmë këtë seancë në orën 2. Përpara nisjes së seancës Kuvendit të martë, Albin Kurti deklaroi se po vazhdojnë përpjekjet për zgjedhjen e presidentit. Kryeministri i Kosovës u bëri thirrje deputetëve të opozitës të marrin pjesë në seancë, duke cilësuar si detyrim kushtetues. Po bëjmë përpjekje dhe po shohim nëse deputetët e opozitës do të vinë, pasi ata e kanë detyrim kushtetues të jenë të pranishëm dhe të marrin pjesë, është shprehur Albin Kurti. Kryetaria e grupit parlamentar të lëvizjeve vendosje Arbëria Nagafsi para fillimit të seancës të jashtëzakonshme në Kuvend u bëri thirrje deputetëve të opozitës të marrin pjesë në këtë proces. Nagafsi përmendi dhe rastin e kreut të LDK-s Lumdir Abdigjiku, ku ky i fundit i prezantoi nënshkrimet mbrëm për propozimin e Vjosa Osmanit si presidente. Ne po shkojmë në sallë sepse jemi të interesuar të zgjedhim presidentin edhe të presidenten edhe të shmangim zgjedhjet. Edhe sot, edhe këtu, edhe tani ju bëj thirrje deputetëve të partive të tjera që të vinë në sallë edhe të ofrojmë mundësinë që të shmangim një palë zgjedhje të reja për më shumë të zgjedhim presidenten tashmë që kemi propozime të reja konkrete. Duke ju përgjigjur akuzave për shkelje të kushtetutës, Nagafsi tha se është e rëndësishme që të gjendet një zgjidhje. Konsideroi që përtej fajësimit ose hedhjes së akuzave, e rëndësishme është që të gjejmë zgjidhje dhe të zgjedhim presidentin e vendit, deklaroi Arbëria Nagafsi. Shkeljet e rënd kushtetuese e komentoi dhe kryetaria e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, seancën e jashtëzakonshme të sënës për zgjedhjen e presidentit. Para mediave, Haradinaj tha se votimi pa 2/3, ashtu sikurse parasheh kushtetuta, është një drejtim i gabuar dhe i rrezikshëm për vendin. Sipas Haradinajt, kushtetuta mund të mbrohet tani vetëm nga sovrani dhe ai zgjedh vetë mënyrat e tij. Populli zgjedh mënyrat e veta të protestave, të veprimeve, të përshkallëzimeve të nevojshme me mbrojt kushtetutën. Edhe në kalumen është suprimu kushtetuta Kosovës dikur autonomisë, kjo është një situatë afërsisht e ngjashme. Pra po suprimohet kushtetuta e Kosovës. Të gjithë ata që bëhen pjesë e kësaj, përfshi edhe zonjat në fjalë kandidate për presidente, do t'i mbulojë turpi të rjetën. Nga ambientet e Kuvendit Kosovës, ish deputeti i LDK-s Arben Gashi ka komentuar situatën politike sa i takon çështjes së presidentit. Para mediave, Gashi deklaroi se çdo përpjekje për ta tejkaluar rregullin kushtetues është shkelje e kushtetutës. Ai theksoi se përplasja sociale e politike është e dëmshme dhe rrezikshme për Kosovën. Unë jam i bindur se këto duhet ta ndalojmë, nuk duhet lejojmë që të shkojmë drejt një përplasje. Çdo luftë fillon kur njëra palë me vetdije nuk don me respektu rregullat cilat janë vendosur. Përplasja sociale, politike që mund të ndodhë është e dëmshme dhe rrezikshme për Kosovën, prandaj duhet ta parandalojmë. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.